Pas përpjekjeve, ekipi I televizionit Syrivizion ka arritur të sigurojë një prononcim zyrtar nga e para komunës së Gjakovës lidhur me pezullimin e marrëveshjes me koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës në Gjakovë. Për momentin mund të më them se marrëveshja e cila është arritur kohë më parë me degën e PDK-s nuk është më në funksion, por gjithsesi se bashkëpunimi im me asamblejistët e Partisë Demokratike do të vazhdoj. Njëkohësisht nuk përjashtoj bashkëpunimin në të ardhmen edhe në formimin e drejtorive, por jo në formatin dhe në mënyrën si e kishim. Arsyeja e vetme ishte se procesi I cili duhet jetë në një proces partijak bashkëpunues kaloj në një proces kushtëzues, e cili është në kundërshti edhe me vetë parimin e zgjedhjes së lirë dhe me një farë forme devijimin edhe të vullnetit të qytetarëve të komunës Gjakovës. Unë si fituese e zgjedhjeve gjithmonë në bashkëpunim me partnerë tjerë kom kërku që të ruaj të drejtën e zgjedhjes dhe në momentin kur kjo drejtë e zgjedhjes filloi të cenohet dhe të keq përdoret, atëherë mua më desh të sjell një vendim që thash përfundimisht me asnjë subjekt në asamblejën komunale nuk nënshkruaj marrëveshje. Ajo thot se vendimin për pezullim është detyruar ta marrë pasi që prej që ishte arritur marrëveshja me PDK-n, kishin filluar probleme të mëdha, madje edhe ndërhyrja në punën e saj si kryetare. Ajo nuk e përjashton mundësinë një koalicioni me ndonjë parti tjetër, por thot që koalicioni do të bëhet pa nënshkrime e marrëveshje siç ka ndodhur me PDK-n. Do të ketë veç për kraje parimore. Kusari Lila shtoi se nesër në mbledhjen e asamblesë komunale do të sqarohen të gjitha dhe qeveria komunale do të konsolidohet dhe nuk do të ketë parregullsi. Për kryesues të asamblesë është zoti Luan Gola, kryetari dhe I degës Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe për atë, do të thonë, jemi në vazhdimsi në kërkim të mbështetjes dhe shpresoj që do të përmbyllet kjo për shkak se dihet rreziku në rast se nuk arrihet të zgjedhet kryesuesi nesër, atëherë Asambleja Komunale e Gjakovës do të shkojë në zgjedhje të reja. Do të thonë posti kryetares mbetet, por të gjithë asamblejistët duhet të garojnë edhe një herë në zgjedhje. Prandaj edhe shfrytëzoj këtë rast që t'ju bëj apel gjithë asamblejistëve të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm për peshën e votës të cilën e kanë fituar nga qytetarët e komunës Gjakovës dhe mos lënë që të kalojnë në një proces që cili nuk do të jetë I lehtë në zgjedhjen e 35 asamblejistëve të rinj për kuvendin komunal të Gjakovës. Mirë, a mund ta dim cili është kryetari I komunës? Po nesër menjëherë pas mbledhjes së asamblesë do të kompletohet e tërqeverisja. E para, do të thonë, gjëja më e rëndësishme për ditën e nesërme është zgjedhja e kryesuesit dhe e dyta më e rëndësishme që do të bëhet publike gjatë ditës së nesërme është përbërja e plotë e kabinetit gjithsesi e qeverisjes lokale të komunës së Gjakovës. Megjithatë, sipas saj pezullimi I koalicionit dhe bisedat me partitë e tjera nuk e kanë penguar atë që të formojë kabinetin me të cilin do të udhëheqë në 4 vitet e ardhshme.